Mbrëma, qarkun e Kukësit, listën e qarkut të Kukësit, do ta kryesoj unë, si kundër jeni ndjeni, Eduard Shalsi, ndërkohë që Ali Hallaçi është djali një familje të njohur, mban një emër të njohur për Kukësin, është i arsyemuar jashtë Shqipërisë, edhe studimet pas universitare i ka kryer jashtë Shqipërisë. Ka mbajtur pozicionin e myftiut Kukësit, muajin e madhërisëm të Ramazanit, po e theksoj, ndërkohë që ka shërbyer si prefekt i qarkut të Kukësit, ka shërbyer si diplomat në ambasadë të huaj dhe mbi të gjitha ka qenë thellësisht i angazhuar në projekte kulturore, humanitare dhe sociale. E dyta në listë është Aristogena Poga Geca. Vjen nga një familje e thjesht, e lindur, e rritur dhe jeton në Has, me një eksperiencë të lavdërueshme në një institucion shëndetësor, tejet aktive ndonë se në moshë të re, shumë aktive në Partinë Socialiste dhe madje edhe kryetare e Freshit për një kohë të gjatë, dhe është e përzgjedhur nga platforma deputeti që duan. Dhe kandidati i tretë për qarkun e Kukësit është një ish deputet në legislaturën 2013-2017 dhe 2019-2021, një deputet i Partisë Demokratike, në fakt, është diplomuar në Akademinë Ushtarake, ka punuar një kohë të gjatë në strukturat e policisë shtetit, si dhe në institucionet e sigurisë apo inteligjencës ushtarake. Në fakt nuk e di, Alban Zeneli quhet, nuk e di nëse është bërë socialist apo jo, po e di fort mirë që i është bashkuar ekipit tonë, sepse beson që Partia Socialiste dhe Edi Rama në fakt do të fitojnë një mandat të tretë, por edhe në katërt dhe por edhe si influencë e një bashkëshorteje që vjen nga zona e Tropojës dhe nga një familje e nderuar e Tropojës. Ky është ekipi i Kukësit, për cilin shpresojmë shumë që do të arrijmë një rezultat shumë të mirë. Faleminderit.